Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 74, ndërsa qytetarët vijojnë qëndrimin e tyre në bulevard duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët parlemërojnë se mobilizimi do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Prej 74 ditësh vijon protesta kundër qeverisë me qytetarët që kanë zgjedhur të qëndrojnë në rrugë duke kërkuar ndryshime politike dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Tubimi është ndruar në një qendresë të vazhdueshme ndërsa protestuesit kanë përsëritur thirrjet dhe kërkesat e tyre drejtuar qeverisë. Pavarësisht kalimit të javë, organizatorët dhe pjesëmarrësit deklarojnë se nuk do të tërhiqen dhe se mobilizimi do të vijojë deri në marrjen e një përgjigje për kërkesat e tyre. Protesta tashmë në ditën e 74 mbetet një nga zhvillimet kryesore të skenës politike dhe qytetari në vend, ndërsa organizatorët parlemërojnë intensifikimin e saj në ditët në vijim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën me gazetarët deklaroi se Partia Socialiste po përballet me një rënje të ndjeshme të mbështetjes, duke u referuar një sondazhi të brendshëm të mazhorancës. Sipas tij, PS-ja ka zbritur në 29%, ndërsa akuzoi qeverinë për humbje të mbështetjes qytetare. Berisha parlemëroi gjithashtu për shkallëzim të aksionit opozitar gjatë vjeshtës, duke mos përjashtuar rikthimin e protestave dhe duke përsëritur kërkesën për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie kujdestare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Socialiste po përballet me një rënje të ndjeshme të mbështetjes, duke u referuar sipas tij një sondazhi të brendshëm të vet mazhorancës. Berisha tha se sipas këtij sondazhi mbështetja për PS-n ka zbritur në 29%, ndërsa pretendoi se shifra mund të jetë edhe më e ulët nëse merret parasysh ajo që ai e cilsoi si koeficienti i frikës. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është polli i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Ai komentoi gjithashtu zhvillimet brenda qeverisë, duke pretenduar se ministria Belinda Balluku ka marrë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në drejtimin politik të Partisë Socialiste. Lubi Balluku de facto është qeverisja e PS-s, drejtuesja e saj. Lubia i thot Ramës përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Berisha u ndal edhe te vizita në Shqipëri e Alex Sorosit dhe takimet e tij me kryeministrin Edi Rama. Kryeudemokratët cilsoi këtë zhvillim si një përpjekje për të mbështetur kryeministrin, por tha se sipas tij Rama tashmë e ka humbur mbështetjen e qytetarëve. Në vijim Berisha parlemëroi një përshkallëzim të aksionit politik të opozitës gjatë vjeshtës. Ai tha se opozita do të vijojë përpjekjet për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie kujdestare që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve. Është thirr për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. I kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do të jetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverinë kujdestare për zgjedhje të lira të ndershme. I pyetur nëse opozita do të rikthehet protestave, Berisha la të hapur mundësinë e një aksioni të ri opozitar, duke sinjalizuar se përballja politike me qeverinë pritet të vijojë edhe gjatë muajve të ardhshëm. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si që shifni, rrokullisjen e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Në fakt, në një seri qytetesh, opozita është në protest, po këto janë sporadik, janë të organizuara, por nuk janë masive si sa duhet të jenë, por do bëhen. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot një takim me kryetarët e bashkive në zonën Kut-Shqiparo, ku në fokus pritet të jetë reforma territoriale. Diskutimet do të përqendrohen në ndryshimet e mundshme në ndarjen administrativo-territoriale dhe organizimin e njësive vendore.
Kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë sot kryetarët e bashkive në zonën Kut-Shqiparo të Vlorës në një takim ku në fokus do të jetë reforma territoriale. Takimi pritet të zhvillohet rreth orës 12 në një prej lokaleve të zonës, ndërsa në të pritet të marrin pjesë kryetarët të bashkive nga qarqe të ndryshme të vendit. Sipas burimeve, diskutimet do të përshëndrohen te ndryshimet e mundshme në ndarjen administrativo-territoriale dhe organizimin e njësive vendore. Në takim mund të jenë të pranishëm edhe kryetarët e bashkive që pritet të prekin nga reforma, përfshirë njësitë vendore që mund të shkrihen ose të bashkohen me bashki të tjera. Mbledhja vjen në një kohë kur propozimet për ndryshimin e hartës territoriale kanë shkaktuar reagime dhe kundërshtime në disa zona të vendit, ndërsa qeveria pritet të vijojë konsultimet me drejtuesit vendor. Prej më shumë se 24 orësh vijon betejë me flakët në masivin pyjor të Lurës, ku rreth 260 forca po punojnë për izolimin e zjarrit. Terreni i thepisur vështirëson ndërhyrjen nga toka, ndërsa në operacion janë angazhuar edhe helikopter. 5 banesa dhe 2 stane me rreth 400 kryer bakti janë mbrojtur nga flakët. Prej më shumë se 24 orësh vjon operacioni për shuarjen e zjarrit në masivin pyjor të Lurës, ku terreni i vështirë malor po pengon ndërhyrjen e mjeteve zjarfikse. Rreth 260 forca të bashkisë Dibër, emergjencave civile, shërbimeve zjarfikse, forcave të armatosura dhe policisë ndodhen në terren, ndërsa në ndihmë të operacionit kanë mbërritur edhe 2 helikopterë, të cilët po ndërhyjnë nga ajri. Gjatë gjithë natës forcat në terren kanë punuar pa ndërprerje për izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së flakëve. Sipas drejtorit të administratës së zonave të mbrojtura në Dibër, Leonard Topuzi, ndërhyrja është vështirësuar ndjeshëm për shkak të terrenit malor. Puna e forcave në terren ka bërë të mundur mbrojtjen e 5 banesave dhe 2 staneve blegtorale, ku ndodheshin rreth 400 kryer bakti të imta. Ndërkohë, situata e zjarreve vijon të mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në 12 gusht janë raportuar 9 vatra aktive në qarqe Tiranë, Fier, Durrës, Gjirokastër, Dibër dhe Korçë. Në total, në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar mbi 450 forca, ndërsa nga ajri po ndërhyjnë 3 helikopterë të forcave ajrore dhe 2 avion Air Tractor. Në drenjë të Patosit vijojnë ndërhyrja për shuarjen e zjarrit të riaktivizuar, ndërsa në Krujë forcat zjarfikse janë pozicionuar pranë banesave në lagjen Boj. Nëpërmjet vijojnë operacione në malet e në Mërçkës dhe Dhëmbelit, ndërsa në malin e Moravës në Devoll vatra është izoluar dhe mbahet në monitorim. Prioriteti i strukturave të emergjencave mbetet mbrojtja e banesave dhe jetës së njerëzve, si dhe izolimi i plotë i vatrave aktive. Eklipsi i pjesshëm i diellit u shfaq këtë mbrëmje edhe në Shqipëri me pamjen më të veçantë në Bregdetin e Kavajës, ku hëna mbuloi një pjesë të diskut diellor pak para perëndimit. Fenomeni që nisi rreth orës 19:30 dhe arriti kulmin pak minuta më vonë u shoqërua me një pamje spektakolare në horizontin e detit. Një spektakël i rrallë astronomik u shfaq mbrëmjen e së mërkurës edhe në qiellin e Shqipërisë me eklipsin e pjesshëm të diellit që u vu re në orët e perëndimit. Në Bregdetin e Kavajës fenomeni nisi rreth orës 19:31, ndërsa kulmi u arrit rreth orës 19:41, kur hëna mbuloi afërsisht 1/5 e diskut të diellit. Pamja ishte veçanërisht interesante për shkak të pozicionit shumë të ulët të diellit mbi horizont. Në momentin e maksimumit ai ndodhej pranë horizontit perëndimor, ndërsa pak minuta më vonë u zhduk gradualisht pas vijës së horizontit. Eklipsi i sotëm ishte total vetëm në disa zona të botës, me styre në pjesë të Islandës, Grelandës dhe Spanjës, ndërsa në Shqipëri u shfaq vetëm në formën e një eklipsi të pjesshëm. Në Kavaj, deti dhe horizonti i hapur krijuan një nga pozicionet më interesante për ta ndjekur fenomenin, pasi eklipsi përkoi me perëndimin e diellit. Ndërsa hëna kaloi përpara diskut diellor, forma e diellit u duk gradualisht e ndryshuar përpara se ai të zbriste në horizont dhe fenomeni të përfundonte. Eklipsi i sotëm ishte një nga ngjarjet më të veçanta astronomike të këtij viti, duke tërhequr vëmendjen e miliona njerëzve në vende të ndryshme të botës. Për ata që ndoqën nga Shqipëria, spektakli ishte më i shkurtër dhe më pak dramatik se në zonat e totalitetit, por kombinimi i hënës përpara diellit dhe perëndimi mbi det krijoi një pamje të veçantë. Astronomët kujtojnë se vëzhgimi i diellit duhet të bëhet vetëm me syze të certifikuara për eklipse ose pajisje të posaçme me filtra diellor, pasi edhe gjatë një eklipsi të pjesshëm, shikimi i drejt për drejt mund të dëmtojë seriozisht syt. Policia ka finalizuar operacionin antidrog të koduar Late Night në Himar. Në një lokal natë në plazhin e Potamit u sekuestruan 150 doza kokaine, 8 doza kanabis, një armë sportive pa leje, peshore elektrike dhe 2 celular. Në pranë nga ran pronari i subjektit dhe një banakjer.
Një lokal nate në plazhin e Potamit në Himar ishte përshtatur për shitjen e lëndëve narkotike. Policia ka finalizuar operacionin antidrog të koduar Late Night, duke arrestuar në flagrancë pronaren e subjektit dhe një punonjës të tij. Në pranga u vu 33 vjeçari me iniciale MB, banues në Tepelem, pronari i lokalit, si dhe 20 vjeçari me iniciale AG, banakier në subjekt, banues në Lazarat. Gjatë konfliktit fizik të 20 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën 5 doza të dyshuara kokainë dhe 8 doza të dyshuara kanabis sativa. Ndërkohë, gjatë kontrollit në banesën e pronarit të lokalit u sekuestruan 145 doza të dyshuara kokainë, një peshore elektrike dhe një armë sportive, pistolet, të cilën 33 vjeçari e posedonte pa leje. Në total të operacionit u sekuestruan 150 doza kokainë, 8 doza kanabis, armë sportive, 2 celular dhe peshore elektrike. Sipas policisë, operacioni u realizua pas administrimit të informacioneve operative se në lokalin e natës shiteshin lëndë narkotike. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Një konflikt për motive të dobta mes familjarësh ka përfunduar në të shtëna armësh në drejtim të automjetit të një 38 vjeçari në rrugën e Patokut. Policia ka arrestuar 3 persona, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Nga të shtënat nuk pati të lënduar. 3 persona janë arrestuar në Kurbin, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pasi dyshohet se qëlluan me armë zjarri në drejtim të automjetit të një të afërmit të tyre. Ngjarja ndodhi mesditën e djeshme në rrugën e Patokut pas një konflikti verbal për motive të dobta mes familjarësh. Sipas policisë, 38 vjeçari me iniciale PL ka kallëzuar se teksa lëvizte me automjet në drejtim të tij ishte qelluar me armë zjarri. Pas veprimeve të shpejta hetimore, policia ka lokalizuar dhe arrestuar 67 vjeçarin me iniciale GL, djalin e tij 40 vjeçarin me iniciale GAL, si dhe kushërirën e tyre 28 vjeçarin me iniciale EL, të 3 banues në Laç. Ndërkohë në kërkim është shpallur 35 vjeçari me iniciale VGL, djali tjetër i 67 vjeçarit. Nga të shtënat nuk pati persona të lënduar. Gjatë largimit nga vendngjarja, 38 vjeçari me iniciale PL ka përplasur me automjetin e tij një tjetër duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Automjeti i 38 vjeçarit është sekuestruar si provë materiale, ndërsa policia vijon kërkimet për kapjen e personit të shpallur në kërkim dhe gjetjen e armës së zjarrit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës, ndërsa hetimet vijojnë për përcaktimin e përgjegjësisë penale të secilit prej personave të përfshirë. Gjykata e Korçës ka caktuar masën arrest në burg për Kristian Sterion, i dyshuar për vrasjen e 20 vjeçarit Johan Zuko. Në seancë Sterio është shprehur i penduar, ndërsa ka pretenduar se nuk kishte pasur qëllim ta vriste të riun. Gjykata e shkallës së parë në Korçë ka caktuar masën arrest në burg për Kristian Sterion, i dyshuar për vrasjen e 20 vjeçarit Johan Zuko. Vendimi është marrë këtë të mërkur pas kërkesës së prokurorisë për vlerësimin e arrestimit në flagrancë dhe caktimin e masës së sigurimit. Gjykata e ka cilësuar të lishëm arrestimin e Sterios të kryer më 9 gusht, ndërsa ndaj tij ka vendosur masën arrest në burg në akuzën për vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas burimeve brenda gjykatës, gjatë seancës Kristian Sterio ka qenë i qetë dhe ka përsëritur të njëjtën dëshmi që kishte dhënë edhe përpara grupit hetimor. Në përfundim të fjalës së tij, ai është shprehur i penduar për atë që ka bërë. Sterio ka deklaruar se mes tij dhe Johan Zukos kishte pasur konflikte edhe më herët, por ka pretenduar se nuk kishte pasur qëllim ta vriste 20 vjeçarin. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja e rënë ndodhi pas ditën e 8 gushtit, pas disa konflikteve të mëparshme mes dy të rinjve dhe një zënke, ku Sterio ka pretenduar se viktima kishte ngacmuar të dashurën e tij. Gjykata ka urdhëruar izolimin e Sterios në dhomat e paraburgimit të IEVP-s Korçë. Vendimi mund të ankimohet brenda 5 ditëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të vrasjes vijojnë. Një 38 vjeçar nga Berati ka humbur jetën në spitalin rajonal pasi dyshohet se kishte konsumuar 2 lloje lëndësh helmuese. Policia bën me dije se në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Berat ku një 38 vjeçar ka humbur jetën pas një helmimi të rënd. Ilir Telha, i banues në lagje në barikad, u gjet në gjendje të rënduar nga familjarët në banesën e tij dhe u transportua me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Beratit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për t'i shpëtuar jetën, 38 vjeçari nuk ka mundur të mjetojë dhe ka ndëruar jetë pas disa orësh në spital. Sipas të dhënave të ekspertizës mjekoligjore, viktima kishte konsumuar 2 lloje lëndësh helmuese, fotoksin dhe helm përmenj. Burimet zyrtare të policisë bëjnë me dije se në trupin e 38 vjeçarit nuk janë konstatuar shenja dhune. Ndërkohë grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e rrethanave në të cilat ndodhi helmimi. Vijoj me informacione nga Kosova. Tensionet janë përshkallëzuar sërish në kuvendin e Kosovës, ku deputetë PDK-s dhe AK-s janë përplasur me deputetë vetëvendosjes. Arbëria Nagavachit ju hodh ujë, ndërsa ministres në detyrë të drejtësisë Donika Gërvallës ju hodhën ujë dhe letra. Tensionet e përplasje fizike janë shënuar sërish në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Tensionet për përplasje fizike janë shënuar sërish në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Përplasjet nisën teksa deputetja e vetëvendosjes Arbërie Nagavçi po komunikonte me mediat. Deputetë PDK-s i hodhën ujë, ndërsa situata u përshkallëzua edhe në një përplasje fizike mes Nagavçit dhe deputetes së AAK-s Albana Bytyqi. Në ambientet e kuvendit pati gjithashtu tensione ndaj ministres në detyrë të drejtësisë Donika Gërvallës. Deputetë PDK-s dhe AAK-s i hodhën ujë dhe letra. Përplasje pati edhe mes deputetit të PDK-s Mërgim Lushtaku dhe deputetit të vetëvendosjes Adnan Rusteni, ndërsa në mes të tyre ndërhyri deputeti i LVV-s Ardian Gola. Tensionet lidhen me ngërçin për konstituimin e kuvendit të Kosovës. PDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë vazhdimin e seancës konstruktive, duke argumentuar se ka përfunduar afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Seanca konstituive nisi më 6 gusht, por procesi mbeti pezull pasi deputetët nuk arritën të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetaret e kuvendit. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje këmbgulse fillimisht duhet të arrihet një marrëveshje politike, ndërsa Donika Gërvalla ka deklaruar se interpretimi i LVV-s është që seanca duhet të përmbyllet brenda 30 ditëve nga nisja e saj. PDK-ja dhe AAK-ja i kanë kërkuar kryesuesit të seancës Afnit Dehari që të thërras vazhdimin e saj, duke e thelluar edhe më tej përplasjen politike në kuvend. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.